dhe retorika e qeverisë që do e kompensojnë me skema të reja nuk qëndron, nuk është e vërtet. Analiza e fakteve tregon që ai kompensimi 10% përjashton shumicën e fermerëve dhe mënyra e aplikimit dhe e distribuimit nga qeveria një herë në 6 muaj është një efekt me efekt të vonshëm dhe mendoj që i le fermerët në mëshirën e krizës këto ditë që kanë shumë nevojë për mbështetje për naftën pa taksa, sepse tash ishte momenti që i kryen punimet kryesore në bujqësi dhe tani fermerëve ju mungon. Besoj gjithë i kanë dëgjuar deklaratat e fermerëve, janë të sinqerta, janë të drejtë për drejta. Është vështirë sot të ndezësh traktorin me 2.300 lekë nafta, 2.200 e ca lekë sa është, dhe të shkosh të punosh tokën, sepse vetëm rritja e çmimit naftës e rrit koston e prodhimit në bujqësi me 50%, sepse është sektori që ndikohet drejt për drejt për shkak të rritjes çmimit të inputeve që kanë për bazë gazin e lehshëm, për shembull, plerat bazë azotike kanë si lëndë parë gazin e lehshëm dhe kjo ka bërë që të rritet çmimi i këtyre dhe unë besoj që bujqësia është sektori më i prekur